Po ti çash ky? Po kishte parë ndonjëherë? Çfarë është ky olla? Kush e? Nëm Tereza Conjuring nga cili? Po më gjanë si graja Judës. Nga cili film ka dalë Mordlla? Jam një personazh origjinal e kon. Unë kam qenë këtu me ju gjithmonë. Do të thënë ti na njeh neve. Patjetër Viola. Kam qenë këtu çdo episod. Identifikohesh si fantazma e kinotekës. Ha ti bëm çfarë pyetje? Mos ta bëni kështu surpriza herën tjetër, aman, ha. Se si përballojmë dot. Pyetjet kam ardhur ti bëj unë. Po ke qenë kështu? Ke qenë edhe më përpara këtu në kinotekë ti se? Po. Ashtu, ha? Unë jam kinoteka vet. Ti je vet kinoteka? Po. Okej, po na sfidon. Po mirë. Ti për pyetje? Po mirë, vazhdojmë. Pa njëherë. Çfarë pyetje do bësh? Atëherë. Jepi. Cili ka qenë episodi që ka surprizuar më shumë këtë sezon, edhe pse? Episodi që na ka surprizuar. Pyetje e vështirë, Mos e emociononi nga unë, jam fantazëm miqësore. Atë se dim. Uroj të vazhdoj kështu në të tillë gjendje deri në fund. Viola, unë mendoj që do ta mendojmë bashkë përgjigjen. Po s'ke ky episodi që na ka surprizuar më shumë, duhet jetë ndonjë tjetër. Po, nga ky do dalim të shokuar, kam përshtypjen, jo të surprizuar, po mendohemi një herë. Mos ka qenë episodi i parë Viktor Canosindaj? Jo. Në të gjithë episodet unë jam ndjerë surprizuar, me thënë të drejtën. Gjithmonë ka pasur një element nga i ftuari që e bënte interesante, bënte të veçantë njërin nga tjetri. Unë tani që po kujtohem, mendoj që ka qenë episodi Krishtlindjeve për shkak edhe të performancës artistike të korit të kishës. Po që bie dakord me ty në këtë pikë. Ajo ka qenë një gjë ndryshe, po them nga formati i zakonshëm. Dhe jemi surprizuar estetikisht, po them, për shkak të performancës. Bie dakord me Egonin këtu. Me cilin nga Që nga fantazmë që s'kundër shtoka. Jo, jam mos i zër bez fantazmave, në fund do ta shohësh. Po pse na paragjykon më Egon? Po ja kështu jemi në shqiptarën, për i paragjykojmë. Me cilin nga të ftuarit e këtij sezoni do doni të kalonit një ditë të plotë dhe pse? Tani vetëm një ditë apo vetëm një ditë? Vetëm një ditë. 24 orë. Okej. Pa gjumë. Jepi Egon. Pa gjumë, do me thënë dhe i nash. 24 orë. 24 orë, pa gjumë. Bised. Okej. Dhe pse? Me Romir Zallën. Dhe pse? Sepse mendoj që mund të mësosh shumë nga Romiri. Romiri është një aktor i jashtëzakonshëm. Okej. Dhe mund të mësosh shumë. Po ti Se unë me Rita Petron. Dhe pse? Se është gruaja e zakonshme. Është realisht gruaja e zakonshme, ka shumë për treguar, jeton pa komplekse, jeton thjesht jeton. Unë mund ta bëj kështu të riçik me Romirin deri nga ora 8-9, po themi e mbrëmjes. Nuk mund të shkoj te Viola që të rim bashkë. Na vendosi përpara vështirësisë pra. Ose mund të bëjnë të dy bashkë një personazh. Hajta mendoj. Me kë personazh do bëheshim të dy bashkë? Kë do ti? Çfarë na duhet? Tani kë dua unë. Po leri ato tash kë dua unë, Kalojmë te pyetja tjetër. Po, kalojmë te pyetja tjetër se na duhet kohë, na duhet ta diskutojmë këtë. Okej. Në cilin episod keni mësuar më shumë gjëra të reja që nuk i dinit më parë? Një ndër personazhet më të veçantë në këtë kuptim për mua ka qenë Pajtim Çaushi. Okej. Për vetë faktin se vinte nga një rreth tjetër, pra sillte një kulturë, një traditë, një histori, shumë detaje, shumë shpirt dhe bot kuptim të Konispolit, e një pjesë të Shqipërisë. Jo vetëm të Konispolit. Po them Blendi Fevziu, sepse realisht për një gazetare të re është nder të ketë në intervistë një gazetar që tashmë është i konfirmuar, ka kaluar një karrierë shumë gjatë të suksesshme. Filloi qoka ti. Jo, se janë realisht gjëra që unë i mendoj. Dhe është një figurë që i përket të njëjtit formim. Po themi gazetar, ka një emision tin prej vitesh, kështu që natyrisht unë si gazetare re kam nevojë për një njerëz që më tregon gjëra të reja në profesionin dhe fushën time. Okej. Vazhdojmë tek pyetja tjetër.
Nëse do mund të zgjidhni vetëm një episod për ta rekomanduar për dikë që nuk e ka parë Kinotekën, cilin do zgjidhni dhe pse? Kjo është e vështirë. Prandaj jam këtu. Për na e bërë jetën vështirë. Mos na e bëj jetën më të vështirë. Ai sa fantazm pra. E di si është kjo pyetja, o fantazma Kinotekës? Si ti thua një prind i zgjedh cili është për shkurt Kinotazma. Kinotazma, okay. Kinotazma, e di si është kjo që thua ti? Ose fanoteka. Do të themi fanoteka? Kinotazma më pëlqen mua më shumë. Më pëlqen më shumë mua. Shkojmë atë që i pëlqen se si dihet si reagon. Nuk i dihet si shkon puna. Ta pyesësh një prind cili nga fëmijët këtë preferuar. Shikon ti dhe histori që ka humbur fëmia i vogël dhe fëmia i madh dhe dikush ka thënë bona humbën kryesor, ndërkohë që ka qenë i mesmi aty, po. I mesmi që mban prindin, se i mesmi e mban prindin. Nuk zgjedh dot. Po ti e gon? Mendoj që ndoshta mund të jetë episodi me Arieta Dhimën. E di pse? Okay. Sepse do dua që të jetë një grua e ftuar në një episod që ja prezanton dikujt tjetër. Ja vendos ta shohë. Kjo është një arsye e bukur. Një grua që jo thjesht se është grua, po sepse është një grua që është e suksesshme dhe ka shumë për të thënë. Okej. Pra, përgjigja Violës ishin të 2 sezonet, ndërsa përgjigja e Gonit është episodi me Arieta Dhimën. Po. Okej. As nuk kundërshton fare. E ka një gjyqë. E ka një gjyqë. Këtu për të blerë, jo për të shitur. Okej, po çfarë një horoskopi Po ishte? duhet të kesh lek mjaftueshëm, se nuk mbarojnë. Patjetër, dek fantazm. Okej. Unë jam fantazm në horoskop. Është muaj 13. Po, është një ditë që s'është as e hëna, se martë, se mërkura, se njëra, se premte, se shtuna, se ditë. Dita e javës. Dita e 8 kam. Dita e 8 e javës. Okej. Gati për pyetjen tjetër? Shumë gati. Okej. Nëse ky sezon do bëj film ose libër, çfarë zhanri do ishte dhe cili do ishte titulli ideal? Tragjikomedi. Nuk mendoj që mund të ishte një rom-com? Jo, romanca. Where? Romanca me fantazmën? Po pse duhet ketë patjetër 2 protagonistë, po them? Besoj që po, thelbi ky është. Okej, ke të drejtë ashtu është, ke të drejtë. Po edhe tragjikomedi sikur si rrim mirë se ne kemi qeshur. Hajde të themi komedi më? Okej, mund të jetë një komedi. Komedi. Mund të jetë një komedi. Ne kemi qeshur. Kokoshkat mi tavolin. Okej, e bukur edhe kjo. Viola bie dakord me titullin? Priste duhet ta mendoj. Hajde, më pak më kreative se unë. Bëmat e Kinotekës. Bëmat e Kinotekës. Ata të dy dhe fantazma. Po, unë ti dhe Kassandra. Po. Hiqi kufjet. Okej. Vazhdojmë te pyetjet e tjera. Cilin personazh filmi do ta zgjidhnit për shok shoqe jete dhe pse? Cilin personazh filmi do të zgjidhja pa më të voglin dyshim Perandorin Kusko. Pse? Po është personazheve, është e ka brenda tragjedin, komedin, dramën, pastaj mënyra se si kalon, po themi, ato sfidat dhe vështirësitë e jetës është një mësim vetë. Okej. Do ta zgjidhnim këtë personazhin e filmit për kaluar jetën, pra. Praktikisht. Po, shoqe jetë. Nuk të lë të biesh poshtë asnjëherë. Okej. Unë do zgjidhja Forin ke Divergent, se e para është kokra e yllit. Edhe dy ta m'pëlqen shumë si tip. Okej, më pëlqen kundërshtrimi juaj. Cili libër ose film ka pasur ndikime më të madh në jetën tuaj personale? Tu mund të ketë disa. Mund të përmendësh një. Glass Castle për filmin. Më ka bërë të kuptoj sa gjëra që mbase nuk e kisha perceptuar ashtu më herët. Kurse libër po them librin tim të preferuar që është Tre Shok i Remarkut, për të vetëm arsye se më ka bërë të kuptoj që duhet vlerësojmë gjërat e vogla. Okej. Dhe këto janë, po themi, në një farë mënyrë më kanë formësuar edhe më kanë ndikuar. Në rregull. E gon? Shiko,
Është pak e vështirë te librat se çdo libër përfaqëson një derë që hapet në estetikisht në perceptimin tënd, po mund të them që është një ndër ata që më ka ngelur në mendje, është Kushtrimi të parëve i Jack Londonit, bëhet fjalë kur kam qenë fëmijë. Dhe aty kam kuptuar që dashuria mes kafshëve dhe njerëzve është më e fortë se dashuria mes njerëzve, mes veti. Mes ne njerëzve. E qartë. Edhe ishte si thua një zbules, po themi, nga pikpamja e botë kuptimit. Fantazma, unë kam një pyetje për ty. Ndërsa një përgjigjen? Më fal. Një film që më ka ndryshuar jetën, perceptimin, botë kuptimin? Ka patur ndikim të madh në jetën tuaj personale. Një film që ka patur ndikim të madh në jetën time personale, patjetër është mund të të ndryshuar perspektivën, të ketë zgjedhur një zonë errët, të ketë futur në një zonë të errët. Domethënë ka disa filma që më njëherë të vinë mendje dhe patjetër është, e kam thënë edhe në sezonin e kaluar, nëse nuk e mbaj mend se e kam thënë as e kam thënë, po ja po e them tani, është padyshim Ben Huri, po i vjetri, vitit 1959. Okej. Ta bëja të pyetjen? Pa. Ti po tregosh shumë i butë me ne. Okej. Tani. Ose do na e futush në fund, edhe po na vjen rrotull në një mënyrë fantastike. Ose tani si do na menaxhosh ti ne që të bëhesh i keq pastaj. Vazhdojmë pyetjen tjetër. Okej. Të bëri skip. Ta lasin Viola. Nëse do mund të intervistonit një regjisor ose shkrimtar të famshëm, kë do zgjidhnit? Po, e thash kur ma bëri pyetjen Viola, po i them edhe një herë. Mund të përgjigjet Viola atëherë. Ky është momenti që unë mund të bëj meme. Shfrytëzojeni, bëni një screenshot ekranit. Mos e humbni momentin. Ja, me mua. Dhe vori këtu. Me duart e mia, ha. Prita mendoj një çik. Duhet ta mendoj. Sepse janë gjithë personazhet që kanë shumë për të rrëfyer. Shumë gjatë vajti. Vazhdojmë pyetjen tjetër. Jo, mund ma përmendesh edhe një herë, se thjesht harrova pyetjen. Nëse do mund të intervistoj një regjisor ose shkrimtar të famshëm, kë do zgjidhja? A mund të them edhe pse ai nuk jeton më? Jo, s'mund të thuash. Po patjetër që mund të thuash. Përderisa është një fantazëm këto mes jush mund të jenë edhe dy. Okej. Po them Kataren. Okej. Sepse është një figurë që padyshim gjithë e vlerësojmë dhe do ishte në një farë mënyre ëndra e çdo gazetari të ri që të intervistonte një figurë shqiptare që ka pasur një impakt të tillë. Në rregull. Okej. Pyetja tjetër. Nëse do krijonit një film për jetën tuaj, kush aktor apo aktore do luante rolin tuaj? Viola? Po Emma Stone. Emma Stone. Edhe unë kam përgjigjen gati, Adam Sandler. Nuk e di, më duket se i ngjaj me gjëra fjala. Kush më shef në profil me hundën që e kam kështu, domethënë? Se e pak hundën se s'ta kam në rekord. Duhet më shihni live? Nga pjesë e fytyrës, po. Mjet një dy koksi për Adam Sandlerit me gjatësi. Jo, pse ku e ditim ku e kem ata? Po ti je fantazm, ti je patek po, okay. Atëherë, nëse do mund të sillnit një personazh filmi në jetën tuaj reale, cili do ishte dhe pse? Një personazh filmi në jetën tonë reale. Një personazh filmi. Do sillja Malenën se do ta trajtoja më mirë. Okej. Nga sa e kam trajtuar aty. Okej. Një personazh filmi që do doja ta sillja në jetën reale. Se nuk thua Gokun. Gokun? Po. Po Goku këtë punë ka vdes ngjalli, vjen vet ai. Problemi nga për te, prandaj them. Po ai vjen vet, s'ka nevojë ta sjellun. Ai vjen, mjafton të shkojë te Rek Kajo aty dhe i kërkon derm çopak. Mos gaboj, jam i saktë apo? Po sferat e dragojt për nesër. Po okej, janë sferat e dragojt, po. Po një personazh tjetër është një personazh tjetër që do doja ta sillja në reale. E di që jam shumë kurioz të sillja në jetën reale
personazhin që luan Robert De Niro tek Mbreti I komedisë I vitit 1982. Dhe do t'i bëja një intervistë shumë gjatë këtij personazhit. Për këtë arsye dhe silja? Sepse do doja ta kuptoja kush është çfarë ka dhimbja e tij. Që ai e përkthen në ka një dëshirë të jashtëzakonshme ta përkthejë në komicitet, ta performoj dhimbjen. Edhe unë dua ta kuptoj pse. E qartë. Pyetja tjetër. Kur thuaj qartë kështu ndonjëherë nuk e di, më thon se ç'më vjen një frikë kështu. Nëse do zgjidhit një superfuqi të një personazhi filmi, cila do ishte superfuqia dhe çfarë do të bënit me të? Superfuqia Goku, teletransporti. Po ku ka më mirë se ti të shfaqesh dhe të zhdukesh në çdo vend që do të donte zemra. Mund të bësh edhe thjesht fantazëm për atë pjesë. Joja? Catwoman? Po. Do ta shfrytëzoj për të ndihmuar për mirë njerëzit. Seriozisht e ke? Do marr superfuqi dhe do... What? Okay. E kam seriozisht. Un jam njëri që acarohem nga padrejtësit. Ti e për të luajtur tek The Boys. Tek ai seriali me ata që kanë superfuqi. Unë mirëpres zofte. Kjo është sfida, kur ti ke superfuqia do ta përdorje për mirë. Mirë apo në një formë. Apo do ta shfrytëzoje rastin, Nëse. Okej, lëvizim tek e radhës. Nëse do mund të jetoje brenda një filmi ose një libri, cili do ishte dhe pse? Është jeta ajo, duhet menduar gjatë kjo pjesë. Mirë, bëjmë pyetjen tjetër sa ta mendoj. Po zgjedh po zgjedh Mamma Mia, se është edhe musical, është edhe qef në ishull grek, kështu që po zgjedh Mamma Mia. Unë do doja të jetoja te ky film I fundit I Paolo Sorrentinos tek Partenope. Do doja të jetoja, është e parezistueshme ajo goca. E vërteta është. E vërtetë. Po ajo do vdiste një ditë, do jetoja. Po mirë, sa ishte e re. Apo do kthehesh prap. Po mund të vazhdoja të jetoja në atë realitet kaq të bukur italian. Është magjia e Italisë, Cilin film apo libër të famshëm nuk e keni lexuar akoma, por bëni sikur e njihni për të shpangur sikletin? Letër të panjohurës, të panjohurit. Më duket se, ky është momenti që unë bëj sikur e di. Unë s'ja kam iden fare. Kam lexuar dikur ato novelat jo Tchaikovskit, Tchaikovsky Çehovit. E kishe për Çehovin? Jo. Ja, kupton, nga që nuk e kam lexuar nuk më vjen tani në mendje. E qartë. Po ti e gjon apo edhe ti e qartë? Domethënë, isha gati që librin që do thoshte Viola thoja po. Zweiggut. Novelat e Zweigut. Kam bërë një gabim trashanik, Zweigut, domethënë Stefan Zweigut. S'ka problem, kjo është ideja pyetjes. Nëse do mund të bëj një film për Shqipërinë, cila do ishte historia ose tema që do të zgjidhja? Dhuna e strukturuar në media. Pra në vendin e punës në media, është një gjë për të cilën nuk flitet. Kur them dhuna, nuk e kam fjalën tek të rrahurit edhe tek ulëriva. Te mënyra se si gazetarët dhunohen në mënyrë strukturore përmes një formave shumë kreative në fakt. Në vendin e punës media është një gjë që nuk flitet. Okej. Po për ty Viola? Po ka shumë gjëra në Shqipëri që duhet fliten edhe meritojnë hapësirë, por do zgjidhja artistët të cilët heqin dorë nga të bërit art sepse nuk arrin dot të gjejnë mundësinë e tyre.